Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Duket se Edi Rama ka filluar t'i plas ose t'i shpërthej më saktë nxjerrja brenda partisë, teksa në qytete të ndryshme të vendit socialistët janë ngritur në protestë kundër tij. Për të folur për këtë çështje, por edhe tematika tjera të nxehta të aktualitetit në vend, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaça Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma dhe ju falenderoj për ftesën. Zoti Islami, a shikoni se tashmë Edi Rama do të bjerë nga njerëzit e tij teksa socialistët janë ngritur në protestë? Nëse ai nuk dërgon para dhe t'i blej krerët e këtyre protestave, siç ka bërë deri tani dhe siç bëjnë në gjithë botën diktatorët, ata do të argëzojnë Edi Rama dhe është rrëfimi më spektakolar dhe më i bukur që mund t'i bëhet asaj fytyre të shëmtuar që po torturon një popull të tërë. Veç policanit ishin ngritur dhe ata të Zvërnetit sot në Vlorë, por që për të tyre nuk guxonin të dilin të flisnin para kamerave se trembeshin nga që do t'i pushonin nga puna ose do të bënte presion shteti. Tani unë u thash nga një emision tjetër sot, u dërgova haber blonjatëve dhe u them, o vdisni në këmbë, ose o luftoni o vdisni. Është më mirë të vdesësh në këmbë se sa të rrosh i gjunjëzuar. Zoti Islami, ditën e djeshme në Poliçan janë ndjekur edhe kartat e antarësisë nga një pjesë e antarëve të Partisë Socialiste dhe kryetari i Partisë Socialiste të Poliçanit ka dhënë dorëheqjen në një deklaratë publike. Ju si e shikoni këtë rast? Apo nis tashmë që Edi Rama të mos i ketë punë të mirë në radhët e veta? Absolutisht po. Shikoj që të ndodhë kjo ngjarje, ky fenomen në një qytet tërësisht të majt, tërësisht Poliçani ka qenë historikisht i majt, dhe që të ngrihen të majtët e Poliçanit dhe të protestojnë kundër këtij kryeministri, do të thotë duke ja thënë trosh që ti nuk na përfaqëson më. Pra, do të thotë që është derdhur të nxjerrja tani, s'ka më, nuk mban më ujë pilafi. Dhe Edi Rama këtë gjë e di shumë mirë dhe do mundohet me të gjitha mjetet që të vejë të shtyp, do vejë të kthej, do bëjë të tëra manovrat për të thyer, për të gjunjëzuar. Shpresoj të mos gjunjëzohen, shpresoj të mos thyhen. Shpresoj që t'i tregojnë vendet dhe t'i thonë qërau, dil, largohu nga qyteti ynë, largohu nga neve, se nuk jem më përfaqësuesi jonë. Këtë gjë shpres që ta bëjnë dhe qytetet tjera. Dëgjova që do ngrej Klosi në protest sot, edhe ndoshta nesër. Ka pasur protesta dhe do vazhdojnë protestat zinxhir tani më, sepse tani e dinë të tërë që ky është armik i betuar i kombit shqiptar. Vetë nuk është me kombësi shqiptare, është me kombësi hebrej, është qifut dhe të dalë tot jo po ja bajti. Të tregojnë rrënjët ku i kanë Shqipërinë të ka. Po nuk ka një vërtetim zyrtar për këtë gjë. Por nuk ka origjinë më zotëri, dhe ta gjej origjinën, dakord që ai bëj unë vërtetimin zyrtar. Se çfarë do të dalë të deklarojë? Jo, nuk ka origjinë, na thot ku e ka origjinën. Dokument zyrtar, ku e ka dokumentin zyrtar? Çfarë kupton ti me fjalën s'ka një dokument zyrtar, se s'po kuptoj? Pemën gjenealogjike për nga vjen. Pra, s'ka pemë gjenealogjike, s'ka truall, s'ka origjinë, s'ka fshat, s'ka qytet, nuk ka lagje, nuk ka origjinë më zotëri. Nuk është me kombësi shqiptare, është hebre, është qifut. Zoti Islami, a shpjegon kjo lëvizje në qytete të ndryshme të vendit atë që Edi Rama ka bërë sfundmi duke mbledhur drejtuesit politik të qarqeve dhe duke shpërndar atë që quhet besa, dhe sa bes ka Edi Rama? Shiko, të tregoj besi të kërkoj besin i pa besi, kjo është që të vrasësh vete, po të japësh bes pa besin. Dëgjoj zotëri, kemi lexuar një ngjarje, një anekdot, një prallë, quaj si duash, kur ishim në klasën e 4 fillore, kur një çoban gjeti një gjarë për të ngrirë, e mori
e futin gji, u ngro gjarpri dhe sa u ngro e pickoi. Pra, ky është Edi Rama. Edi Rama shtrohet dhe bëhet lëkur, bëhet qelbësir fare të lëpi dhe kur ndihet keq, dhe pasaj nxjerr policët dhe godasin dhe invalidët dhe të sëmurët dhe gratë dhe fëmijët. Ky është Edi Rama. Është i pabes. Absolutisht shqiptar mos jepi bes këtij të pabesi. Sepse ky po i pëngropën vendit ton, ky po e shkatron Shqipërinë, praktikisht po e shkatron. Sot kishte firmosur 800 metra katrore tok truall në Vlorë atij aktorit turk. Ku e gjeti? Kush ja ka lënë? Kush është ky? Ku janë këta palaco deputet që ka atë në parlamentin e tij ky? Ku janë? A kanë ndonjë fije njerëzilloku, a kanë ndonjë fije shqiptarie ata njerëz apo nuk kanë? Po më habit ky fakt, se si ishte mundur që 140 vjet atje pro këtij, këtë s'po kuptoj. Po nuk e meriton, përgjigjen e kësaj. po nuk e meriton aktori turk, nuk e meriton aktori turk i cop tok shqiptare? E meriton, kam shumë aktori turk, na unë jam shqiptar, den babaden me mira vjet këtu zotëri, që nga ka onët. Që shkjo e meriton se meriton? Çdo më thënë e meriton, pse meriton ka? Me që më thua e meriton, pse meriton? Që merita ka i... Që ta bëj investitor strategjik Edi Rama. Por zotëri, që merita ka i më shumë se unë, pa më thua i qikë? Thjesht është aktor. Që është aktor, e disë që me thënë? Ka dendur shqiptarët me telenovelat e tij. Tani, leni shakat edhe ironit, po aktor është fjatro. Fjatro të është plakatona dikur. Pra është shumë fytyrës, si profesion. Se duke lozur rolet të ndryshme, merr dhe pozicionet dhe fytyrat të ndryshme. Tani shpun kam unë mor zotëri t'jap tokën tim e trullin tim t'jap ati. Pse s'ma jep mua mor me 1 euro, po e jep atia? Se e marrun me 1 euro. Do vetë të marrë lek borç, edhe do ta marrë. Qarë thoni mu? Jo më se bën për atë jo. E bën për të shkomentarizuar shqiptarët, sepse në kuadrin e ati investitori strategjik që ai nuk do vitë punoj vetë këtu, ky do sjell 30.000 vietnamez, e ka bërë marrëveshje, e ka nënshkruar zëvendës Ministria e Jashtme e Shqipërisë në Vietnam, në Hanoi. Pra, ky është Edi Rama. Këto po përgatit Edi Rama. Dhe shqiptar, jo Edi Rama, të lutem se do ta korrigjoj këtë fjalë timen. Jo Edi Rama. Ky parlament i fulliqur, ky parlament bashkibozukësh, ky parlament i pa fytyr, i pa nder, i pa cip, i pa karakter. Ky parlament i bën këto. Sa i pa ata s'bën dot gjë, njës. Po ati duhen këto zero të këtyre. Po ky parlament është aq i përgatitur me deputetët e tij sa që pjesa më e madhe e tyre nuk e kishin lexuar as pak marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, marrëveshje të cilën Agron Shea shkoi dhe mori me vrap për ta parë se për çfarë bëj fjalë. Pra, çfarë tregon ku jemi këtu? Kjo tregon që ne nuk kemi deputet, nuk kemi parlament, kemi një qeveri kryeministrore, kemi një bandit, një gangster, një palaco që ka korruptuar gjithë sferën politike shqiptare, i mbështetur nga falangat e krimit në Shqipëri, janë shumë të fuqishme, dhe ai me ata bashkëpunon dhe punon, dhe jemi të pushtuar. Pra, zotëri, po them shqiptarëve, jemi të pushtuar, dhe me pushtuesin çfarë bëhet? I lutet i thuash aman o Rama jep doregen, apo do vesh ta rrëzosh. Çfarë bëm me italianët? Pse luftuam? Aq sa luftuam. Se për të luftuar lesë, që luftë e bëm, po nese, aq sa dollën. Luftuam në 1920 me italianët, zotëri. Në 1920 po, luftuam, vërtet. Dhe unë vajta në Drashobic dhe ju drejtova skulpturës atje dhe i them, greu Timor Labi i 1920, greu nga varri se po ta marrin Vlorën, Qifutët dhe bashkibozukët e palacot e parlamentit shqiptar. Pra, ju kam bërë thirrje dhe ju thirrje prapë shqiptarëve. Çoni more, keni humbur atë dellin shqiptar ju, e keni humbur atë traditën e të parëve tanë që
kemi qenë populli që kemi pasur për herë të parë në historinë e njerëzimit mbretëresh grua zotëri, Teutët. Ora kemi qenë dikush, nuk që na ka tani në kështu ka qenë sirë. Dhe jemi ne fajtorë që kemi arritur deri këtu. Jemi ne fajtorë që kemi arritur deri këtu. Zoti Islami, si shpjegoni lëvizjet e fundit të Edi Ramës, i cili nga njëra anë tallet me protestuesit, nga ana tjetër shtrëngon radhët brenda Partisë Socialiste? A mendoni se në këtë rast ai po i trembet më shumë njerëzve të tij se sa vetë protestës? Padyshim që i trembet njerëzve të tij. Padyshim që ka dhe sherrë dhe debate dhe kundërshtime atje brenda për brenda, por i mbyllin aty si që i mbyllte shoku NV. Atë më ai. Dhe vërtetohet 104% që deri tani ka vepruar origjinal si vepronte Elvi Roza, sepse që të dy kanë pasur një ustaj, një drejtues, sionistët dhe masonët dhe iluminatin. Janë ata që komandojnë praktikisht në Shqipëri. Zoti Islami, ndërkohë ditën e sotme është liruar, pra është lënë i lir Beqaj duke transferuar me arrest shtëpie. Ju si e shikoni këtë veprim? Nuk më habit fare se unë e di që ai është liruar me urdhër të Edi Ramës. E di që drejtësia nuk është drejtësi, po është një organizat bazë partie e Partisë Socialiste, zbaton urdhrat e Komitetit Qendror të tyre, zbaton urdhrat e kryetarit të Partisë Socialiste ose sekretarit parë që është Edi Rama. Nuk më habit ajo. Thjesht treguan fytyrën e tyre, politikanë shqiptarë që me makinacione të pështira, që thonë që e lënë pa e gjykuar çështjen sa të ikin afatet ligjore dhe pastaj tjetër mizot ta nxjerrin nga burgu. Ashtu si që shpëtuan Lulzim Bashin që nuk e futën në burg për 230 milion euro të rrugës së Kombit që ja hodhi xhepit edhe doli pa lagur sepse e shtyn me procedura. Kjo është drejtësia zotëri. Ky është spektri politik shqiptar. Ky është, po shohim me këto që po bëj. Ndërkohë po sot ka qenë në SPAK ish zëvendës kryeministri Belinda Balluku. Si mendoni, a do ta lëshojë Edi Rama Belinda Ballukun për të tensionuar situatën apo ka frikë se ajo ndoshta mos e merr me vete? Ajo ja ka thënë do vish bashkë me mua, ka thënë po vajta unë atje. Dhe padyshim që ajo sot ka vajtur ka bërgjinurën e radhës, i kanë thënë ata shiko thuajna ndonjë gjë, në ndonjë gjë për të thënë nga ndekte dhe përfundimisht ka ikur ka vajtur në shtëpinë e saj. Nuk ka ç'i bën Belinda Ballukut ai, sepse ajo e kam thënë edhe një herë tjetër po në kanalin tuaj, kam thënë kështu që ajo zonja i ka dërguar mesazh dhe i ka thënë nuk mund të bësh ti me mua atë që bëri Elvi Hoxha me gjyshin tim. Kaq pasër, kaq qartë nuk mund të shkojë më shumë. Pra, ai asaj merr të keqen s'ka që bën hiç, i vjen anës, ai praktikisht i lutet Belinda Ballukut, i do të shketi ke mua, sa kohë që është ai në pushtet. Kur ti ke nga pushteti pastaj do ikin që të dy dhe do përfundojnë në kosht të plerave, po deri atëherë do jetë bon, do kanë bërë shumë krime dhe shumë dëme ekonomisë dhe popullit dhe shtetit shqiptar. Zotëri, Shqipëria po shkatërrohet ditë për ditë, minutë për minutë. Ai sa kohë që ri atje akoma në karregen e kryeministrit, ai vazhdimisht shet troje shqiptare. Çfarë presin këta shqiptarë që ta rrëzojnë? Se po shet por ditë për ditë, po shet me letra. Çfarë duhet të presim më? Unë këtë s'kuptoj. Ndërkohë, pak ditë më parë është arrestuar në Francë njeriu i aferës së Akshit Ermal Beqiri, i cili fluturonte mbi centralin bërthamor në afërsi të këtij centrali dhe me vete janë gjetur pajisje përgjimi. Në këtë rast, a mendoni se ky person i cili ishte shpallur në kërkim mund të ketë pasoja më pas që mund të reflektohen edhe ndaj Edi Ramës, duke qenë se Akshi është një nga institucionet e vendosura në kryeministri? Zotëri, e pare punës njërë që atë nuk do ta bie këtu. Edi Rama do bëjt pamundur nëpërmjet mikut të tij Macronit, atje palacos tjetër që drejton
do bëjt pamundur që ai të mos vi këtu, sepse po erdhi ai dhe po foli ai, Edi Rama pasaj bashkë me Saliun do vënë në burg, sepse është personi që ka mbuluar shumë krime nëpërmjet mashtrimit, që ka thënë bie fjala për videon e Dritan Priftit me Ilir Metën. Me Ilir Metën. Ai ishte kush nuk e pa, unë që marr vesh në elektronika sepse kam bërë shkollën e mesme për elektronik. Edhe di mirë se do të thotë si funksionon dhe si veprohet me një video. Jo, ore këta shqip për shqip. E di shbën këta, e dim ne, thonë, na keni vënë këtu, ne do të vrasim tani, do të shkelim, do të shtypim, si të na doj qefi neve. Edhe s'keni shtabën i istot, se kemi policinë. E keni parë që për policia tani, provokon policia tani protestuesit, jo protestuesit provokojnë policinë. Pra, në polici, ka futur që gjithë spionët që ka pasur që në kohën e Enverit, dhe sot e kësaj dite që i quajnë patronazhist, ata janë spionët e Enverit, dhe Lekçit. Pra, e ka forcuar diktaturën dhe dhunën këtu në maksimum. Mirë po, dhuna kërkon dhunë, dhe këtë s'kanë llogaritur, janë gjetë trash në këtë pikë. I gënjen mendja, mendoj se me dhunë do mbajt një popull. Nuk mbajt një popull 2 milion që kanë mbetur me dhunë, mërjo, nuk mbajt, është e pamundur. Por nga ju, nga kanali juaj, i bëj thirrje diasporës. Në qoftë se u ka mbetur në një pikë gjak, edhe jo në një pikë gjak, por në një pikë dëmshuri për këtë vend, ju vëllezër dhe motra diasporës, urgjentisht hajde në Tiranë që nga data 1 gusht, dhe ta përmbysim qoftë edhe me një grumbullim prej 1 milion vetësh në Tiranë. Çfarë do bëj ky? S'ka nga vete, do iki, do qërohet. Pra vetëm kështu ikën ky, nuk ikën ky me mënyra tjera. Luftë si bëndot se s'kemi se ta bëtë që edhe nuk ngrihesh dot, nuk lejohet, s'të lë as Evropa, s'të as bota, atëherë hajde ta mbytim me frym, ta stizim frymën, mos kur as ti zyrë, as një bashki, as një ministri, as një të mos punoj. Prandaj ju lutem diasporës, ju përgjërohem, hajde një të shpëtojmë Shqipërinë, po ju them, se do jetë vonë dhe nuk do gjeni vënë ku të hyni Shqipëri kur të por në një këtanë pushet dhe ta mbyllim të legislaturë. Mbajnë mend që të them. Zoti Islami, duke qenë se Ermal Beqiri cilësohet si ushtari Belinda Ballukut, a mendoni se ai ka vërtet sekrete aq të rënda për Edi Ramën së bashku me Ergyll Sagasin që mund ta fundosin një herë mirë kryeministrin? Absolutisht po. Por janë marrë masat që ata të mos vinë në Shqipëri. Mos vinë në Shqipëri. I ka siguruar, para kanë, zotëri, mbështetje kanë, pasaporta kanë nga 10 nga 15 në përgjepa, nuk mos pripe shqiptarë. Po si është e mundur që Spaku theksoi që e dinim që ku ndodhej dhe e kishim shpallur në kërkim dhe nuk ishte rastësi që e arrestuan autoritetet franceze? Po ka paturpsi më të madhe se kjo, sa të thonë e dinim ku ndodhej edhe nuk e arrestoni më. Ka paturpsi më të madhe kjo duke pasur një urdhër arresti për të qatë me këtallën. Po ka që pa fytyr që në kanë këta sa të bëjnë të tillë deklarat, që nuk duhet ta besojnë një deklarat të tillë. Që të thonë e dinim ku ishte, ose arrestonim dot, që kjo. E bëri Klodian Brau në një takim me gazetarët. Lere ma se ata ishte ai. Po ai është kreu i Spakut. Po prandaj unë atje se një ushtari bindur i Edi Ramës. Nuk e punë kot atje. Por e këta dinë që bëjnë. Por e këta do të mbajnë pushtetin me të gjitha format dhe me të gjitha metodat, zotëri. Me të gjitha mënyrat antidemokratike, antinjerëzore, kundër ligjeve, antiligjore, me të tërë do bëjnë pa mundu që të bajnë pushtetin këta. Dhe po e mbajnë, ashtu po e mbajnë. Zoti Islami, po sa i përket marrëveshjes që u nënshkrua në kuvend gati në mënyrë të fshehtë mes Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku mori një borxh prej 302 milion dollarësh për armatimin e Shqipërisë. Çfarë fshihet në këtë rast? Apo përpiqet Edi Rama të afrohet me presidentin amerikan Donald Trump, duke qenë se situata i doli nga kontrolli në Sazan dhe Zvërnec? Në qoftë se amerikanët janë serioz në politikën e tyre dhe në marrëdhëniet e tyre me shtetet e tjera, ai nuk do afrohet kurrë dot me ata. Jo kredi të marrë 302 milion dollar sa ka marrë, po dhe 302 miliard të marrë. Ata nuk do ta pranojnë Edi Ramën dhe nuk do ta
njofi kur më si kryeministër. Këtë e vërteton fakti që Amerika dhe Departamenti i Shtetit dhe presidenti amerikan nuk po dekreton ardhin e ambasadorit amerikan në Tiranë. Jemi pa ambasador amerikan në Tiranë. Kështu që e dira më të mos ketë fare shpresë pra. Jo, ambasadori tashmë e ka marrë dritën jeshile, të paktën sipas raportimeve të ditës sotme. Po ku është? Po Ku është? ka marrë dritën jeshile në Senat dhe më pas do vi edhe në Shqipëri. Po kur? Kur? Kur e dinama të shes dhe centimetrin e fundit të Shqipërisë, shes dhe mojë tyja, kur do vi? Jo, zotri, Po pse ju mendoni se do ta shpëtoj ambasadori i ri që do të vijë në Shqipëri? Jo, ambasadori amerikan do zbatojë dhe do kërkojë zbatojnë ato kërkesat e politikës amerikane në Shqipëri. Nuk do ta lërë të tallet ai. Si po tallet. Sa i deri tani po tallet. Dhe unë se kuptoj me kë kanë nënshkruar këtë marrëveshjen e armëve, me kë ka bërë. Kush? Kush është institucioni me të cilin ai ka marrë kredin dhe ka vendosur dhe blerjen e armëve? Ku? Se s'dim një fare. Pse nuk ne e thonë Amerikanë, pse nuk e thotë Departamenti i Shtetit, pse nuk e thotë ambasada amerikane në Tiranë, se blerja e armëve është gjë krejtësisht e ligjshme, normale, legale e bën gjithë bota. Pse nuk e thonë zotëri? Ndaj unë kam pretendime për politikën amerikane. Pa dhe të më thonë mua janë amerikanë, nuk përse puna hiç. Amerika po është me ne, është kundra nesh, është me shqiptarët, është me Edi Ramën. Njëra nga dyja, me të dy nuk bëhet. Në këtë rast, duke qenë se Edi Rama ka shumë çështje të hapura, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por nisur edhe nga raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit, ku theksonte që protestat vërtet nisën për mjedisin, por tashmë kanë kaluar në aspektin politik ku denoncohet korrupsioni qeveritar i kryeministit Edi Rama. Në këtë rast, a mendoni se Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të kryejë një operacion të atill, qoftë në mënyrë indirekte për ta hequr Edi Ramën? Dhe AEZ do të vitit 2026 Edi Ramën në krye të qeverisë? Këtë gjë duhet ta kishin bërë me kohë. Dhe duhet ta bëjnë sa më shpejt jetë e mundur. Shqipëria ka kaluar në emergjencë zotëri. Shqipëria ka kaluar në stadin do jetoj apo nuk do jetoj. Do ketë më Shqipëri apo s'do ketë. Do ketë më shtet shqiptar në Ballkan apo nuk do ketë. Do ketë më komb shqiptar në Ballkan apo nuk do ketë. Këtu jemi zotëri. Këtu na kanë katandisur dhe Amerika bën se i rishikon. Sepse sionistët e Amerikës, masonët e Amerikës, iluminati e Amerikës kërkojnë që Shqipërinë ta bëjnë një shtet kozmopolit, siç na u imponuan 9 minoritete të huaja në Shqipëri. Ku janë 9 minoritete? Sa arritën që quajnë minoritete 57 serbë që janë në Shkodër dhe duan të ngrënë konsulat serbe në Shkodër. Pra të hapin një zyrë të bës në Shkodër, ka që thjeshtësh. Po, do kalonim edhe këtu dhe pikërisht kemi ardhur te kjo marrëveshje mes të paktën në parim mes Shqipërisë dhe Serbisë, ku parashikohet ngritja i konsullate në Shkodër, pra i konsullate serbe. Ju si e shikoni në këtë rast? A është duke hyrë kali i Trojës së Serbisë në Shqipëri? Absolutisht po. Dhe veç asaj, Shqipëria nuk ka asnjë të drejtë që të çojë konsullat shqiptare në Bujanovë dhe Preševë, sepse ato janë pjesë integrale e Republikës së Kosovës, zotëri. Është pjesë e Dardanisë, s'ka pushteti shqiptar atje. Kur të bashkohemi ndonjëherë me Kosovën, po, mund të ndodhë nëse Serbia pranon që për të ngritur një konsullat në Shkodër, të njohë pavarësinë e Kosovës. Po bëri këtë, edhe unë do t'i them, po hajde, hape konsulatën. Po ata nuk e bëjnë kur këtë. Sa i përket hapjes së konsulatës shqiptare, lidhet me faktin që atje ka shqiptar të Kosovës dhe prandaj duhet hapur. Ndërkohë në Shkodër ku janë minoriteti serb që po kërkon në Beogradit të hap një konsullat. Ky është i gjithë shqetësimi që ngrihet. Zotri, Shqipëria nuk ka pse të marrë rolin
e drejtuesit të shtetit Kosovës. Në këtë rast po del Shqipëria mbi Kosovën dhe i thot lere i Kosovën atje mirës aty dhe hajde të vazhdojmë marrëdhëniet bashkë neve. Kjo është tradhtia që i bëhet popullit të Kosovës dhe shtetit kosovar nga Edi Rama. Është në vazhdimsi të tradhtive, të marrëveshjeve, të poshtra anti-shqiptare për shitjen e trojeve, për këmbimin e trojeve, e tjera që bëri me Hashim Thacin. Pa dhe të dalë ndonjë kloun, cirku apo ndonjë kor bizi andej në periferit i Tiranës, në lindje Tiranës që të thot Hashim Thaci ka bërë luftë me UÇK-n. Si është vërtet, Hashim Thaci ka qenë në Tiranë në vitin 31. Pra, është në kuadrin e tradhtisë së qeverisë shqiptare të Edi Ramës kundër interesit kombëtar të Kosovës. Nuk ka punë Shqipëria në ato dy qytete, dy krahina, në atë krahinë që është Preshevë Bujanovci, për të dërguar konsulat, sepse më janon shtetin e Kosovës, zotëri. Po ata janë kosovarë, nuk janë shqiptarë. Kosovarë në kuptimin si shtet, se janë shqiptarë, pra nuk janë të kosovarë të shtetit shqiptarë, po janë kosovarë të shtetit Kosovës. Pra s'ka punë Edi Rama të fusturit atje. Ajo bëhet thjesht me urdhër të Vučići, që ka marrë Edi Rama urdhrin nga Vučići, i ka thënë do bësh këtë se s'bën, e ka marrë nga lobi që puto grek në Amerikë, edhe bën politikën antikombëtare dhe pro-sërbe, në dëm të interesave të popullit të Kosovës. Po sa i përket ngritjes së konsullatës serbe në Shkodër, çfarë fshihet në këtë rast dhe çfarë mund të arrijë Beogradi duke ngritur një konsullat serbe pikërisht në Shkodër, në atë qytet që pjesa slave, pra malazezët dhe serbët, kanë tentuar ta marrin historikisht? Dëgjoj, ka një këngë për luftën me Malinezi e Osman Kukës. Që thot, dal ka dal Nikol Popi se s'ke pash ka dorën me sy, se unë jam Osobaroti si djeg vedin edhe ty. Pra edhe hodhi Kështner. Ata e din të nëmërin e shqiptarëve, po shqiptarët e Shqipërisë tani dhe të Shkodrës janë të tradhtuar. Ndaj unë u bëjthirje shkodranëve të ngrihen dhe të mos lejojnë asnjë hyrje të qeverisë shqiptare në Shkodër, të bllokojnë rrugën. Që sa i vendim do sjell ai kal troje, do sjell qendrën e spionazhit serb, ta sjell na Beogradit, ta ketë kollaj këtu në Shkodër, është mirë apo s'është mirë? Unë them prapë atyre shkodranëve, që unë i mbroni atë Shkodrën tuaj si që mbrojti Osman Kuka, si që mbrojti shqiptarët e ati brezi. Zoti Islami, si është e mundur që Edi Rama nuk e ka dënuar deklaratën e ministres serbe, e cila deklaroi se po t'ishte në vendin e Miloševićit do të bënte edhe më shumë spastrim etnik ndaj shqiptarëve të Kosovës? Është pyetje që ka përgjigjen brenda zotërisë, pyetje retorike kjo. Është shërbëtori Beogradit, me urdhër nga Beogradit, dëgjoj. Se e kemi thënë disa herë dhe më detyron tani ta përsëris prapë. Partia në pushtet, Partia Komuniste e Shqipërisë, i ka rënjën në Beograd, është krijuar nga serbët, është qeverisur nga serbët, është komanduar nga serbët, vazhdon të qeveriset dhe të komandohet nga serbët. Dhe për këtë Edi Rama ka marrë urdhër, nuk e pyet njeri dhe nuk janë banë që të dalë të denoncoj deklaratën e asaj serbes. Ata nuk mundën dhe nuk pranuan të bënin rezolut për krimet e Serbisë në Kosovë. Janë të shitur të serbë, më qysh ta themi ndryshe. Si ta themi, unë s'di si ta themi ndryshe. Janë armiq morë të këti popull, të 120 palacët që janë atje në parlament. Janë armiq të kombit shqiptar. Po ja pra që shqiptarët nuk pa e kuptojnë si duket. Edhe ne për temi këtu që tu hapim sy, tu themi që ata janë armiq tuajt, janë armiq tanë, dhe ata duhen qëruar nga zyrat e parlamentit. Ka që thjesht. Duke mbetur pikërisht tek Kosova dhe Shqipëria, por edhe Serbia në mes, a mendoni se Albin Kurti mund të jetë ajo figurë që duhet të reagojë në këtë rast sa i përket kësaj mënyre se si sillet Tirana zyrtare, qoftë me Kosovën, po qoftë edhe me Serbinë, duke dalë më shpesh në krah të Serbisë se sa të Kosovës? E pres këtë reagim të Albin Kurtit. Cili duhet të jetë reagimi i tij? Pa dyshim në kundër këtij qëndrimi antikombëtar, anti-shqiptar të Edi Ramës.
Pa dyshim kundër tia. Si që ka dalë dhe tjera dhe i ka të reguar vëndi dhe tjera pa kam betu si legem. Zoti Islami, si mendoni me protestat që janë duke zhvilluar aktualisht dhe të cilat nuk po ndalen, a mendoni se vijimi i tyre edhe në sezonin e ri politik do ta rrëzojë Edi Ramën brenda këtij viti? Edi Rama duhet të rrëzohet pa e kapur shtatori. Dhe këtë do ta bëj diaspora. Unë prapi vithire diasporës është e vetmja forcë njerëzore e cila duhet të vi urgentisht në Shqipëri, të vi në Tiranë dhe të rrëzojmë këtë klik antishqiptare, quislinge, spiune, agende e shërbimeve tuaja antikombëtare. Duhet të vinë urgentisht burrat dhe djemt e diasporës. A mendoni se me ardhjen e protestuesve nga diaspora mund të tronditet vërtet Edi Rama, pra mund të ketë masivitet të protestës? Nuk flas për tronditje, unë flas për përbysje, se për tronditur dhe e ka marrë ujë varka, po i mbytet. Po unë them të ambysit i vënd japin dorën e fundit të qërohet nga pushteti. A mendoni se vitin e ardhshëm Edi Rama do të presë presidentin amerikan Donald Trump në Tiranë për të mbajtur samitin e NATO-s? Nuk është do viti i ardhshëm në pushtet e Edi Ramën, harrojeni. Kjo është arsyeja sepse Aleanca Atlantiku të Veriut në njoftimin e saj nuk përmendi zhvillimin e samitit NATO-s për vitin 2027 në Tiranë? Eksakt. Saktësisht kështu. Ata dinë që bëjnë, ata dinë që Edi Rama nuk do jetë aty dhe prandaj do të gjë. Do vi qeverie, do vendoset ligji dhe rregulli dhe drejtësia në Shqipëri dhe atëherë ata pastaj do bëjnë ato që duhen bërë në kuadrin e NATO-s si vëndantar i NATO-s që Shqipëria. Por megjithatë Edi Rama nga ana e tij shprehet dhe këmbgul se samiti i NATO-s do të zhvillohet vitin e ardhshëm në Tiranë. Dëgjoj, Edi Rama asnjëherë s'ka thënë që jam keq, Edi Rama asnjëherë s'ka thënë që kam gabuar, Edi Rama asnjëherë s'ka pranuar gabime, Edi Rama është si shoku i ver, nuk gabon kur, vetëm Edi Rama dhe sekretarët e Partisë Komuniste Shqiptare nuk gabojnë ndonjëherë. Gjithë globi e pranon që njeriu është krijes që gabon, ndërsa komunistët shqiptarë janë të pagabueshëm. Më thuaj kur ka bërë një autokritik ose ka pranuar një gabim, asnjëherë, absolutisht. As ai, as Salihu, as Patosi, as asnjëri. Ore nuk pranojnë gabime komunistët. Komunistët janë pakthyeshëm, janë të vendosur në rrugën e krimit dhe të diktaturës dhe të vrasjeve dhe të plaçkitjeve. Këta janë komunistët. Prandaj këta rrëzohen vetëm me dhunë, me forcë, nuk rrëzohen këta me vota edhe me thash. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën dhe gjej mundësinë dhe rastin që të përshëndet të gjithë diasporën shqiptare, kudo ku janë, veçanërisht diasporën e Amerikës dhe të Gjermanisë, po dhe të Italisë, se këta të Greqisë i ka bërë greku për vete, e di, nuk këta kanë marrë dhe letra greke, prit kur të na sjellin Greqia 250.000 minoritar grek me pasaporta greke që kanë marrë tani që kanë vatur në Greqi. Pra janë greqizuar rreth 200.000 shqiptar, 230.000, se minoritar të sakt të ligjshëm, Greqia i ka pasur, në Shqipëri kanë qenë apo s'kanë qenë rreth 35.000 minoritar grek. Edhe këta të vendosur. Pra ju mendoni se Greqia po punon në rrogoz për të ndërtuar një skenar të tillë? Po pse ju mendoni se Greqia ka pushuar ndonjëherë se punori në rrogos jo çdo të ri? Greqia në çdo sekondë të ditë se të natës vetëm për këtë punon. Jemi sigur për këtë punë. Zoti Islami, ju falenderoj sërish. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.